Shëndetje shikues të nderuar dhe mirë se veni në Kallëzo për një me. Edhe këtë javë do vazhdojmë të transmetojmë serinë e intervistave me familjarë të personave të zhdukur, të cilët humbën më të dashurit e tyre gjatë luftës së fundit në Kosovë. Do sjellim rrëfimin e Lutfie Ademi Vokshit, familjare e cila ka humbur vllaun e saj gjatë luftës së fundit në Kosovë. Ademi, familjari i saj, vazhdon të jetë ende i zhdukur që nga lufta e fundit në Kosovë. Në pjesën e dytë, do të ndjekim rrëfimin e Kadri Jusufit, një rrëfim po ashtu rënqethës për fallin e familjes së tij. Ai humbi djalin dhe po ashtu disa familjarë të tjerë nga familja e tij e shtrejt. Këto intervista do jemi duke i transmetuar në kuadër të nismës tonë për të dokumentuar traumën dhe fatkeqësitë të cilat u ndodhen familjeve të Kosovës, të cilat gjatë luftës së fundit vazhdojnë të kenë familjarët e tyre të zhdukur. Jam Lutfie Ademi Vokshi, motra e doktor Adem Ademit, i zhdukur me datën 19 prill 1999, në kohën e luftës të Serbisë. Na tregoni pak për natyrën e vllaut tuaj. Çfarë personi ka qenë? Ai ka qenë një person shumë i butë, shumë i afërt me njerëz, shumë komunikativ dhe ai jo që është vllau jem që mungon mu, po ai mungon edhe popullit të gjerë Kosovës, jo pse veç rrethit Mitrovicës, po edhe jashtë rrethit Mitrovicës, kom pas rast mu taku me njerëz, ma kam përshkru ata, si ka qenë i afërt me ata edhe sot i kujtojnë momentet edhe bisedat me to. Qysh e kujtoni ju si motra e tij? Unë e kujtoj një vlla që ka qenë një udhërrëfyes për mu. Do me thonë, ai e ka dasht shkollën, ka dasht familjen, ka respektu prind, edhe neve motrave dhe vllazërive të gjithve, na ka dhënë një rrugë drejt që të shkollohemi, të kryjmë shkollë dhe të kemi perspektivë në jetë. Cilat kanë qenë ëndrat, planet e tij për të ardhmen, për jetën? Planet e tina me qenë se ai ka specializu në Zagreb, edhe pas kthimit, specializimit Mitrovic ka punu në repartin e kirurgjisë abdominale dhe ka qenë shef i repartit, dhe ëndrat ju ndërprerën për shkak situatës që ndodhe në Kosovë, mirë po mbriti që fëmijët s'pakut i ka dërgu jashtë të shkollohen, se ka pas dëshirë të mbrinë fëmijët. Ai përndryshe ka qenë babi 3 fëmijëve, vajzën edhe djalin e madh i ka dërgu në Angli, mu shkollu, ky tjetri ka qenë shumë i vogël, atëherë në atë kohë i ka pas vetëm 8 vjetë. Mirë po, ai ka qenë me nanën edhe me babën, me qenë se gruaja ka punu prokurore shtetnore pas luftës, se ka qenë edhe ajo e përjashtume prej punës, ai ka qenë i përndjekun nga Serbët dhe u largu nga puna si i papërshtatshëm për sallë të operacionit, se ka pas kusht që ky t'i pranon, se pacientat e kanë kërku këta që ky t'i pranon t'i operon, ka pas kusht ky t'i pranon me i operu, ndërsa me i operu tjetër kush pacientat, edhe ky ka thonë jo, derisa unë e pranoj pacientin me operu, nëse nuk e operoj unë, atëherë unë se pranoj, atëherë ka qenë i largum nga puna. Me masat e dhonshme që i kanë kuptohet, që i kanë shti, po mduket ka qenë doktore e parë nga Spitali Mitrovicës që u largu, pasante i ka vazhdu, ka hap një ordinancë vetëm private, ku atë i ka shëru edhe ushtarët e UÇK-s, ka shëru edhe popullin, ka po operacionet të ndryshme, do me thonë ka punu
edhe në spitalin e nënës Teres, edhe ka shërby në Shalt Bajgorës. Ky ka qenë i pari që ka propozu të hapet spital, e ka mban një shtëpi private si spital me i shëru ushtarët e UÇK-s atje. Mirë po, edhe e ka bë orarin e mjekëve, se nuk kanë shku gjithë për një ditë, dhe më thonë kanë shku atje në Altën Shalt Bajgorës me orar, edhe deri diku në rrugës ka shku me kërd vetin, se ka qenë rruga shumë e rrezikume, anena atëherë ka vazhdu në kamp, ka shku me i shëru, mirë po gjatë bombardimit natës, ajo ka qenë rrugë e pamundshme me shku, edhe kjo se ka pas atit orarin, ajo dit e ka zonë kënena në Mitrovic, edhe kjo ka shërby në Mitrovic dhe rrethinat Mitrovicës, shfratët edhe rrethinat e Mitrovicës. Na kujtoni pak kohën kur ka ndodhur zhdukja, çfarë situate ka qenë, çka ka qenë duke ndodhur ato ditë? Po, kështu, me qenë se ka qenë këtë pjesën, ka Mitrovica, s'ka mujtë me shku në Shkallë Bajgorës. Ka vazhdu në përmale edhe në përfshatrat e Drenicës. Ai ka qenë shumë, ai ka pas fletarest nga Serbia, do me thonë, ai gjithmonë ka qenë i rrezikum, ai s'ka guxoft kur me dalë në rrugë drejt përveç maleve që ka hec, edhe për me dalë deri në fshat edhe me shku dikon me shëru dikon, ku o kërku ndihma prej atina. Edhe gjatë rrugës ju në taku me shumë shok, dhe kanë shku deri në fshatin Drethaj, që Drethaj është fshat i komunës Zubin Potokut. Atje më duket me fjalë që i spjegojnë se kanë plajt një natë, edhe jonë hinë malë për me shpëtu. Mirë po aty ju kanë dalë paramilitarët sërbë. Dihet Serbia e din kush është, pse atje vetëm kanë qenë ushtria edhe policia e ushtrisë sërbe. Ata e kanë list, ata e din ku janë, nuk thojnë, prej këtij grupi kanë shpëtu 3 vetë, ata flasin se thojnë kur kena hynë mal, jena nda edhe kena shku një rrugë tjetër, kanë dalë në rrugë kryesore, i kanë marrë policia, i kanë qitë kerë, i kanë kthynë Mitrovic. Qa ka qenë nuk e ndodhë? Çka thojnë të atërë dëshmitarë? Ka qenë ditë momenti, ka qenë natë? Po, ka qenë ditë. Çka kanë po këta? Edhe këta thojnë na nuk kena ndëgju as një krizë. Tash në bazë të këtyne. Thot edhe kur nuk e dim që ka ndodhë me ata. Këta kanë rënë dorë të në këta dëshmitarë? Po, këta kanë rënë dorë të policisë. Edhe? Policia i ka marrë, i ka kthyr Mitrovic. I ka liru? Po i ka liru. Njëni prej tyne ka qenë ish kryetari i Mitrovicës. Këta janë 23 vite dhe quhet grupi intelektual i Mitrovicës, kry me doktorat dhe matimin. Koha kur këta janë shtuk, pas ka qenë koha e gjatë bombardimeve? Koha kur janë shtuk, ta kanë qenë koha gjatë bombardimeve. A keni pas, apo kanë pas paralajmërime që situata është e përkeqësuar? Ai ka qenë gjithë i paralajmëruar që situata është e përkeqësuar, na e dim edhe neve na kanë lajmëruar që mos dalën prej shtëpive, mos largohen me shumë. Mirë po, aty ju ka desht me dalë. Ai ndoshta me mujë tëra edhe atëherë kur s'kanë qenë bombardimet su taku me familje, tu kontribu për popullin. Edhe njerë ta rikujtojme edhe njerë. Qysh ka ndodhur shtukja e tij? Çka dini ju si familje? Na si familje veç e dim që ai rrugës të shku fshatrave Drenicës, ju në taku me disa tjerë, edhe u formu një grup. Edhe të shku prej fshatrit në fshat, kanë mri deri në fshatin Kotar. Edhe atje kanë thonë se mundëm me shpëtu nëse him këtë mal edhe dalim në malëzi atëherë. Edhe për ndryshe i kanë rrethu policia.
Ata hinë në mal edhe kur hinë në mal në fshatin Drethaj, që është komun e Zubi Potokut. E dim në që në Zubi Potok kanë pas policia paramilitarët sërb edhe ka qenë ushtria. Do me thonë, këto kërkosh tjetër nuk i ka marrë këta, tash nuk dihet për fatin e tyne, a i kanë zhduk, a i kanë vra, a i kanë marrë të gjallë, a i kanë qu dikon tjetër, apo qka kanë ndodhë me ata nuk dihet. Pse ata njerës që kanë pështu, që kanë qenë grup, ata thojnë na nuk e në ndëgju asë një krizë. Çka kanë po ata? Qysh janë ndokë personat cilët i kanë ndalu? Çka kanë pas vesh? Pak dojnë me folë për ato raste. Qysh? Ata njerës cilët kanë pështu, pak dojnë me folë për rastet. A keni tentu me bisedu ndonjëherë me ta? Edhe? Po, ka tentu gruja, ka bisedu, ka tentu motra, thot, bili deri sa kryetari i komunës, kryetari i komunës ka qenë i smut, thot, ko mendu që pak para vdekjes do të thot diçka, do të lën një fjalë se mo po vdes njeri, mës me i bartë me veti, thot, a i s'm ka pranun biseda. Po, pse ka ndodhë kjo? Pse ata s'ka ndash me ju tregu juve se çka kanë po, apo çka kanë dëgju? Nuk e di, vetë ka një fjalë që ka qenë luft, edhe nana prej thmive janë nda, edhe na janë nda prej atyne, edhe s'dim më kur gjë për ta. Kjo është përgjigja ma e shpeshta që ata e japin. Po, a besoni që ndoshta fjalët e tyne apo rrëfimet, dëshmitë e tyne kishin me mujt me ndihmu diçka në zbardhjen e Po, besoj. fatit vllau tuaj? Besoj spaku, ata kishin mujt me i dhon emnat e policëve ose ushtarëve që kanë qenë aty pari prezent, spaku që ata emnat me i ditë na kush janë ata që kush marrin pjesë edhe në bas trusnis. Se na familjar duhet bëjmë trusni në qeverinë tonë, e qeveria të bën trusni të ndërkombëtarët. Po e kanë tregu këta dëshmitarë, se qysh janë ndokë personat cilët i kanë ndalu? Jo. 23. Asnjëherë? Asnjëherë. Pse menoni që këta kanë ishtë? S'di. Veç ata din vetë, personalisht. A besoni që dëshmia aty në mundet me ndihmu në zbardhjen e fatit familjarit tuaj? Kisha besu që ata spaku munen me ditë kush i ka marrë. Kush i ka marrë. Kisha me besu që spaku është zbulu rasti kush i ka marrë. Se na e dim që Serbia i ka shënimet, po është krejt diçka tjetër kur unë e ti takohem edhe shihemi. Kur takohem, shihem, unë e di që je ti. Unë e moj, kanë mujt me thonë, ka qenë ky, ka marrë pjesë, e masandena është krejt diçka tjetër sa mundet me qeverin tonë, sa mundë me ardhë, me pas mundësi për më zbardh fati e tyne. Bashkë me sa persona është zhdukur vllau juaj? Veti 23. A është gjetë deri me sot? Asnjëni prej tyne deri sot s'o gjetë. Fati e asnjënit nuk dihet. Po deri sa na i kërkojmë edhe mendojmë që janë dikun atëherë, besojmë që janë dikun gjallë. Nuk du me thonë që janë gjallë, po besoj që janë gjallë. Unë e kërkoj ashtu, deri sa s'dim kur gjë për fatin e tij. A keni bo kërkime mas përfundimit luftës? Ku i keni kërku? Çka keni bo? Pas përfundimit luftës kena kërku çdo kund. I kena kërku spaku listat që kanë qenë të burgoson politikisht, që i ka marrë Serbia, i ka qunë Serbi, se kena shpresu mas aty dikun qindet. Do me thonë, ato lista kanë qenë jo veç në Mitrovic, po kanë qenë në krejt Kosovën. Edhe u deshtë në krejt Kosovën me shku. Mas andej, gjatë asaj periude kanë kërku edhe tolla, ka pas ma trapas që janë marrë me që ato punë. Që ti që ka qëtë holla, keni me janë dëgju zarin, keni me ja bojë unë një pytje atina që
kur kush nuk e din, veç ai e din edhe me të përgjegjë në ato. Mirë po thjesht të bisedu familjarët me zveti, të thonë ai kom dhonë që ka që pare, s'ka kur gjë prej asaj, kom dhonë ai, edhe fatbarësisht në s'kena dhonë pare, kërkujna. Kush ishin këta persona, prej nga venin, çfarë gjuhë flisnit me ta, ku takoshit me ta? Për njënin e di që ka qenë një bosnjak i Gjakovës. Për ata e di se më ka tregu gruaja se ai ka komuniku me gruan e vllaut. Edhe ajo sot është e ndjera, ajo më ka tregu, bile sot e adet, thotë mu më ka metë letër njoftimit e ai, se të shpresu që mas do të ketë diçka. Ai ka qenë bosnjak me nacionalitet, po thotë i Gjakovës. Për ndryshe kontakt kështu direkt me të s'ka pas asajo. Çka i thonin ta persona juve? Personat thëshin, ai ju bën juve një pyetje, edhe ju e pyesni ato, edhe e merrni përgjigjen prej atina, ai ka më ju pyet diçka që, për shembull, veç familja e din atë pyetje, edhe atë pyetje ai ka më ju bë juve që mu vërtetu ju që nuk është tjetër kush, po është ai. A ju kujtohet kjo pyetje? Cili ka qenë ky sekret që e ka ditë vetëm vllau dhe ju si familjar? Po jo, nuk ka pas një pyetje ashtu sekrete, veç për shembull një shprehje që i ka përdorur më shpesh me familjen, edhe tash shprehjet na kuptohet i kem mirë, po nuk ka pas kur që prej asaj. Kur nuk u bë ajo thirrja. Ajo thirrje kur nuk u bë. Ku keni tentu me kërku? Vetëm brenda Kosovës, keni tentu edhe jashtë? Me qenë se shoqja ka pas profesionin e tillë, ajo ka pas mundësi, jo ka shku edhe në përburgje të Serbisë, ku thot jo, pse në fillimisht na than është një listë e të burgosurve në Ferizaj që gjendet emri dhe mbiemri i vllaut. Mirë po, kur shkum, ajo nuk u përpothshin dhënat, emri po edhe mbiemri, po dhënat nuk u përpothshin. Disa thëshin e kena pa ka dalë në Shqipëri, disa atje, disa këtu, po kur u kry lufta, se ato tash kjo lista në Ferizaj ka qenë pas luftës, mirë po edhe gjatë luftës thëshin e kena pa Ademin në Shqipëri. Ata faktikisht e kishin pa vllaun, se kur i kanë përzon krejt prej shtëpiave në Mitrovic i kanë qitë burra e gran stacion të autobusave. Gratë i kanë qu për Shqipëri, e burrat i kanë marrë, i kanë qu, unë edhe 3 vllaznit i kom pasë në Burg Smrokonic. Bili njëni në këtë që e kanë maltretu shumë i për ngjan Ademit, a i ka qenë edhe me djalë, 12 vjeçar djali, kanë qenë në Burg Smrokonic, e prej aty i kanë marrë, i kanë qu në pyetje në Mitrovic, në shkollë të mesme të medicinës, e prej shkollës të mesme, atëherë i kanë nisë për Shqipëri. E ka pas njerëz që e kanë pa atë vllaun, edhe ndoshta njerëz që ndoshta se kanë njoftë mirë Ademin, po ju ka përngjaj, veç që kanë njoftë si figurë, e thushin e kena pa në Shqipëri. Ta pas luftës pret që mos po lajmërohet, a mos po vjen prej Shqipënisë, a mos po vjen, a mos është dikun tjetër mirë, po jo. Krejt këtu, qysh ka ndiku të ju si familjar? Çka të them, mu baba më ka vdek para luftës, edhe s'kam rri me përjetu. Nanën e kom pas gjallë. Tash një nanë që se din ku e ka e vlatin, ku i flen, ku i rren, metodën, mënyrën, nëse e kanë vra, qysh, tek, çka muj me të thonë? Mirë po na, çdo herë e kina thonë nanës që ai është dikun qallë, ai është doktor, edhe i duhet Serbisë, e kanë marrë, po i duhet Serbisë, se ka qenë kirurg shumë i mirë. Edhe nona në fillim ka shpresu edhe ajo, si kur na që kena shpresu në diçka tjetër, mirë po ma në fund, tha, jo mu veç po ma shtrani e di që së është kërkun. Edhe ajo, i shkon e bindëm po, na leke neve, qysh me thonë, kur i thëshim na, ajo ne, një farë mënyre si kur u pajtoj ke që po është qashto qysh po thoni ju.
E është jetë e rëndë të prit që 26 vite është shumë rëndë. Tash 26 vite ti pret dikan, nuk e din atë vjen i gjallë apo i vdekun. Tash në atë gjallë e presim se gjallë e kanë marë. E qysh do të vjen, besoj që duhet të punohet, të zbulohet rasti edhe ai më i fundit e këtyne personave të kidnapuar me dhunë nga Serbia. Nana ka shku me zhik? Me zhik të flautë, normal. Qa ka qenë amaneti saj? Thëmë, nuk ka folë shumë nana. Veç që në fund që ka thonë, e kom ditë që sështë. Pse s'ka dashtë me në mërësit edhe neve. Jeta vazhdon, po kërkimet nuk ndalin kur. Do të kërkoj deri në minutin e fundit. Çka kujtoni prej vllaut? A keni ndonjë video kur keni qenë bashkë familja gjatë kohës para luftës? A keni diçka që e kujtoni? Vllau ka qenë në fillim bashkë me neve, kuptohet, Marsantina e murë banesën e ka pasën pjesën veriore, mirë po krit as një fest, as bajram, as vitri, as një fest nuk u festu, nëse nuk jena mbledh gjithë bashkë. Unë edhe prej këtujt kam shku në Mitrovic, për shembull dreka e bajramit u hongër me gjithë familjarët, as një kurs në kam mungu. E ato takime mos i kem. U shpërnda familja, baba ka vdek, nona, me qenë se na takohemi me vllazën e me motra, po a i gjithmonë na mungon. Që janë bo festat, mas shtukjes vllaut? Nuk, çka të them, nuk ka fest. Thjesht na që kemi familjar të zhdukun, nuk kemi festa. Nuk kemi festa. Une për shkak fëmijëve, ndonjëherë kur ka diçka, unë tërhiqem mirë, po nuk është që kom një hare, e kom një knëllësi, s'munështi, edhe ndarësëm bre me shku, ndarësëm, nëse ti shkon në ndarësëm, gjinë e dikush edhe të thotë, e gjeti vllaun? Çka me thonë? Veç munësh me thonë vete që unë këtu se kom venin. Shih një lajme gjatë ditës që është një gjetë disa mbetje mërtore, po dyshohen që i takojnë periudhës luftës fundit. Qysh e shikoni këtu? Qysh ndjeni? Kështu ndjenjat i kom të përsime. Përzihen ndjenjat, pse është ajo dëshira me gjetë, edhe dëshira edhe tjetra është që thu, këtu pas ka qenë fundi për të va. E ato janë ndjenja shumë të përzime, edhe shumë dhimbshme derisa edhe atëherë kur e di që e ka gjetë dikush, unë mendoj për atë familje që e ka gjetë ato, a thu qysh do në ta kalon atë dhimbje, se e di që nesër ndoshta unë kom e konë vendin e tina. Na pjatë me i të gjuhë shpesher familjar që me gjithë faktin që është mjaft e vështirë për ta iksohen faktit që kanë gjetë një ashtë, një shenjë, një diçka. Më bjen në rasti me familjar, me bisedu. Ata thot, s'pako, një shenjë tina, një ashtë, një diçka. Mirë, po kur vjen koha që u gjindë, ata, me thonë, psikisht nuk janë qetë një kohë gjatë, e pas një kohë gjatë, kur kalojnë do vite, atëherë thot, e po mirë, une, kur bisedon për shembull me mu, thot, une e kam që aty një varë, për më shkëja qoj do lullje, din? Tash kur e krahason rastin tem me dvetin, atëherë është ma i kënaqën. Se për ndryshe dhimbja, thot, Baca Bajram këtu, kur ka folë për djalin e vetë, thot, më thirë në telefon, thot, dhimbja është ma e madhe kur e kom gjetë, se atëherë kur e pritsha. Se po thot pesha që tashmo është fundi. Ajo pjetë me taku
familjarë tjerë, qofshin ata shqiptarë apo të komuniteteve tjera cilë kanë antarë familje të shtukur, edhe çka bisedoni me ta? Çka i thonë? Më kara mu taku edhe me nacionalitete tjera. Na mundu me bisedu se kena dhimbjen e njëjtë, mirë po në krahasimet nuk janë të njëjta. Nuk janë të njëjta se ata kanë bo luftën në Kosovë, nas jena shku atje me bo luftën. Nuk është numri i njëjtë i personave, nuk është metoda e njëjtë i personave. Te na nuk kena ditë ashtu keq e zi me mendu si kur Serbia që shka mendu. Kur i ka marri, i ka kidnapu, e i ka desh lakureq, e javë ka ndru teshat, edhe pastaj i ka vra që ti nesër kur e ke pa, ke mendu që në bas teshave e ke zbulu kufomën tonde. Po jo, ajo nuk është e vërteta. Nuk është e vërteta, ke mujt me marë kufomën e dikuj tjetër, ti edhe sot mund është me qitë lullin të tjetër kosh jo të personi jo t'i duhet. Këta tonë si kanë bo ato sene. Nëse dikush din, diçka, ndonjë dëshmitar rreth racit vllaut tuaj, çka kishe me i thonë? Kisha me thonë ma është fundi, është koha, shprehu. Shprehu, qite, është më fundi. Se na generatat veç përshkojnë. Generatat e reja, do shta mas një kohë, atë të përmenden, unë e kisha pas qef sa ma shumë me pas kësi intervista, si familjarsh, që t'jesin si dokumentar për generatat e ardhshme që me ditë çka ka ndodhë gjatë luftës në Kosovë. A duhet me folë ta persona që din diçka, sepse fsheja e se cilit krim është edhe një krim tjetër. Po, edhe unë mendoj që mshifja një krimi është ti bashkëpunon me atë krim. Ti bashkëpunon me kriminelin nëse ti e mshif krimin. Unë e qashtu mendoj, edhe mendoj që u ardhë koha, si kur t'ish dalë dikush me thonë po, kjo ka ndodhë, këtu janë kufumat, unë kisha me konë me e knaqun, me në tregu, edhe pse besosh që shumë e kisha vlerësuat njëri. Përmendet fillim që kanë qenë 3 dëshmitarë, shqiptarë, Po. të cilët kanë pa, kanë dëgju, ndoshta jo krejt ngjarjen, po din diçka. A ishte dash prokuria jonë me trokit të këta persona, edhe a kishin me ndihmu këta persona, s'pa ko me pas në informat, si familjarjo? Tash nuk po di, këta tonë sa i kanë marë, sa kanë bisedu me ta. A kanë shku këta njerëz në prokurin tonë? Jo, nuk më kanë thonë se unë takona edhe me Komisionin Qeveritar për të zhdukun, ata deri sot, ata veç më kanë thonë Lutfie nëse t'interesojnë dëshmit, çka kanë thonë dëshmi ata, i kjena na, edhe mund është me i marë, për ndryshe nuk më kanë thonë që se ndoshta njerëz në atë kohë kanë dëshmu diçka tjetër, po sot ndoshta flasin mo se gjithkush dikur s'munet me bajt, e qëtë edhe realitetin edhe të vërtetën, po jo nuk ka shku. Nuk më kanë thonë, s'paku musë më kanë thonë që ata janë taku me ta edhe kanë shku, kanë bisedu. Vllau i kalon 3 fëmijë, po? 3 fëmijë kalon, po. Ma i vogli kur është ka ndodhur rasti? Ma i vogli kur ka ndodhur rasti ka pas 8 vjetë, tash për ndryshe ka kry fakultetin e mjekësisë, ka specializu, ka marrë profesionin e babit, punon si kirurg abdominal në Mitrovicë, në spitalin e Mitrovicës. Djali i madh ka doktoru matematikën, vajza ka kryer arkitekturën, edhe veprojnë e jetojnë ata në Londër. E kujton kohën pak, a e ka lyp babin, i më i vogli 8 vjeç, a ka ditë diçka ky se çka ka ndodhur? E ka lyp, po, se 8 vjetë është i madh mirë, po ai e ka ditë babi çka i punon. Masandej ka qenë shumë i pajtimit kur babin se ka pa gjatë kohës, se ka pa edhe kur nuk u kon i kidnapum, se ka pa edhe gjatë kohës, edhe gjatë kohës ka mujtë me shku në shtëpi. Kështu që në mas luftës, po e kanë lyp bashk, edhe se ata dy ai ka jetu me nanën e vetë, do me thonë nana vetë ja ka spjegu krejt djalin, djali e din krejt për babin edhe.
keni një pa dhe mbesa sot si në familje. Qysh ja u përshkëruni për vllahun tuaj? Çfarë ju thoni? Çka din ata? Për shembull, fëmijët e mi din krejt, se bisedojmë gjatë. Pak para se me ardhë këtu, e hapa këtë libër, edhe një pemë është shumë i vogël, edhe thot, e preke fotografinë atin, edhe unë i thëmë, kjo është Daja. A i prapë e preke, thot, Daja është. Jo në momentet prekshme. E atë tjetërin e kam, ajo është 18 vjeçar që jeton me mu në shtëpi, a i veç i di krejt senet, nuk kam nevoj, po kjo ishte i vogël edhe preke fotografinë. 18 vjeçar mirë, po që 26 vjet nuk dini kur çfarë. Jo. Ta kanë lind shumë vite më vonë. Shumë vite më vonë kanë lind mirë, po unë nipin tem po i spjegoj, e din ai, edhe për libër kur e kom shkrujt, ai më kanë ndihmu, punën kompjuterike, ai me gjithë mesën më kanë ndihmu me kry, kështu që janë i kum kyç, jo pse ndoshta s'kum mujt me shkrujt që ata kum dasht me i kyç ata me pa vet çka ka ndodhur dhe kush çka thot, çka do me thonë Serbi, që çka ka bu në Kosovë. Sonja Vokshi, kanë galu ma shumë se 20 vjet, 25. Prej shumë ngjarjeve që kemi përjetu, informacionet për zhdukën janë bo dhe pjesë e pazarëve politike mes qeverisë tonë dhe qeverisë shtetit fqin. Politikanët e kanë kthy në lloj kurthëzimi, kanë bo pjesë të marrëveshjeve politike këto, fatin e personave të pagjetur. Çka mi thonë atyre? Tash kur flasim prej mas luftës, nuk di atë kujtohen, dhe se edhe ti je i ri. Kena dalë, kena flejtë në rrugë, me fotografi tyne të kërku. Jo thoshin, hajde tash në qoshet semaforave, jo këto, jo atje. Mirë po, kjo është qashje humanitare. Mas pak ti është duft më bo politike. Fatkeqësisht që është bo politike. Kisha me i lutë qeveritarë tonë që mos të bëjmë politike, mirë po, unë sa e shoh që këtyne ju jep informacione Serbia veç aq sa dënë. Veç aq sa Serbia dënë. Serbia duhet me jap arhivat, i ka krejt shënimet. Ajo për 23 vjet me zhduk për njëherë grup intelektual, po s'muj me marrë me mend çfarë shpërblimi ju ka dhonë atyne që i kanë bo këtë vepër. Do me thonë, aje ka krejt shkrume. Njerëzimi ka përjetu historitë ndryshme në luftat ndryshme ku fati i shumë personave të zhdukët nuk zbardhat asnjëherë. Afrikoni që mundet me na ndodhë dhe neve edhe juve kjo. Mundet. Mu mas randi më vjen kur kena takime, bisedojmë për të zhdukun, e bojnë krahasime me shtete tjera. Ose që atje, për shembull, a ka qenë atje luftë dhe ka qenë të zhdukun, nuk është më koha, tash është koha digitalizimit. Ekzistonin qizimet satelitore. Tash nëse dojnë ndërkombëtarët, e kanë incizimet satelitore edhe çdo kufon, këtu veç duhet më punu. Se nuk është e mundur, mos më gjetë, edhe aja e fundin. Duhet më punu. E tash sa punojnë, peshohim edhe vetë. Deri sa s'kem zbulime të rasteve, unë nuk, ata thojnë që po mundohemi me punu, po, unë deri sa nuk e gjej vllaun, ma dashurin e familjes tem, edhe ajo familja që është me ndonë sigurisht si une, edhe ai tjetri, unë nuk thom që o punu mjaftu shumë. Deri kur do të mbani shpresë? Deri të vdes. Deri sa të vdes shpresat, do t'jetoj kështu të prit, edhe do të kërkoj deri pa fund. Thatë që nana ka ndru jetë pa e ditë për djalin.
Qysh e një ndjeje ose motra, këtë rast bia, një nane e cila nuk e ka ditë ku e ka djalin, ka shku me madhë me shek. Tash gjatë vorrimit nanës. Gjatë vorrimit nanës, kur e shesha që vishin meshin pjesë ushtarë të qëkës, e ndisha një farë krenarije. Se ato i kanë bo për hirë të vlaut. E thësha sështë, aj, po jo këta. Ka momentin do njerë kur shë andër, jo në citatë mirë, në citatë keqe, vla. Me ata? Jo. Asnjëherë. Asnjëherë s'kum pa diçka ëndër keq me ta. Se rastin e fundit e kum pas që jom taku me ta, atëherë kur e kanë qitë atë bombën në treg në Mitrovicës. E atëherë. Ma nuk e kum pa. Ma si jena taku. Shpeshur në kur jom shku për Mitrovicë, jom tut pse jom motra atina, e ai ka pas flet arrest, e ju e dini që rrugës ka pas shumë punkte të policisë, edhe jom tut që po m'dalin, mirë po ju, nuk më kanë kucë. A e ndodh me taku ndonjëherë pacient që ka shëru gjatë luftës? Çka flasin ata? Isha për 28 nëntori në Shqipëri, edhe hypim në autobus, më këthy për Kosovë. Më bjen me qenë do njerëz të pa njoftun, afër meje. Edhe, thot, më falë mutër për kajtje, thash unë jam e Mitrovicës. Mitrovicës po. Thot, ma ka shpëtu, ma ka bo operacion nipin. Thash, po, thash se ka qenë kirurg. Tha, kështu, tha, nuk doj këtë fëmija, tha me shku në operacion. Këta, ma ka thonë, as nuk e një sot atë njerin. Thot, s'doj këtë fëmiju me shku në operacion, tha, erdha deme me marrë me qunë salë të operacionit, e murë, tha, një flet, edhe një laps, e ja vizatoj një pull, e do zëgj, edhe i tha, që, a peshe që zogu që pulla që kjo? Tha, kur ju gjuhë në gjëkë, si tha, veç ti me mbo operacion, në bifjeq me ty. Thot që metoda, mënyra, thot që e ka marrë, se s'kish njeri ta që e qënë salë të operacionit. E sa edhe në deti ndodhë kur shkojnë pushim në plash e Mitrovicës, po e kum njoft. Njëherë një gru e Ferizajt, thot, mu më pëlqiti zoraqore, më qumë për Prishtina Sëmnalje për Mitrovicë. Thot, unë veç të ju falenderu, doktor Ademi, tonë e jam, thot, sot gjallë se kom marrë, tha seps, gjakut, thot, aj mi ka qitë krejt organet e barkot jashtë tavullin, mi ka pastru ka një, mi ka shti. Edhe thot, unë e pata qef, thot, shumë që të pash, se mu dëkta që e pash ata, dhe që i mu të rëti se aj dhe ma ka shpëtu jetën. E sa shembuj kështu janë. Edhe unë e thëmë, po, a ju ka shpëtu jetën juve, po aj së shtretë kërkon. Masanej, më vjen vështirë kur jasha kolekt. Kam rast takona me kolekt e tina. Unë shqyr që janë ata aden, veç qysh me thonë ajo gjelozia pozitive që ata janë, pse sështë edhe vlau jam. Mirë po. Sa vjeqar ka qenë vlau kur është kidnapu? Qyra, a i ka lind 1928, dikun 52 vjeqar i bjen. 52 vjeqar. A ju kanë ndihmu edhe punëtorve kur kanë hinë grevë, nëse ju kujtohen punëtorët e Trepqës. A i ka qenë mjeku i parë që ka zbrit poshtë e punëtorët, edhe e kanë pranuaj. Pas gjendjes shëndetësore tyne, dopë që ka fillu me. A ki diçka fizike që runë për vlohë për pos kujtimeve? Çka runë diçka për ti? Me të regu drejtë kështu aje ka pas banesën pjesën veriore. Edhe atje ja kanë marrë shkijet krejtë çka ka pas. Në menzi i gjim do fotot atyne kështu prej njeni tjetrit. E kom do fotografi hala kur jam kom pa martu me ta, e ato i ruj si sytë e ballet, janë bardhe ze, atin.
ato i ruj prej tina, se s'kem diçka. Nuk kem diçka, se atje i kanë marrë krejtë sërbët në tonë. Pjesën veriore dhe banesën e ka pas në zanën nga sërbët, kështu që s'kena pas drejt më me shku atje. A i flet në fotografi, a flet me to. Flet, unë e kom që telefon, e kom fotografin e parë, e kom unë edhe ai që jem aty. Normal. Më kujtohet rasti, mas tani, kur jena dalë, kur kena shetit, kanë qenë festat e një majet, na përpara për një majet dilshim, kështu familjarisht shkojshim shetit shim vendet tash, jo si kur tash, po e ke pas Prizrenin, e ke pas Deçanin, te uji i mjemët, atje te Deçani shkojshim, po tash qato i kujtoj me ata, kalat Prizrenit. Një mesazh për të krejt ata persona që din diçka për se cilin të zhdukun nga lufta në Kosovë. Kisha me thonë që krejt ata që kanë pa marrë parasysh kanë vllaun tema dikon tjetër edhe e din. Lejmëronu, folni se veç nëse flasim na, rastet zbulohen edhe i gjejmë na ma të dashurit tonë. Mesazhia më është folni mos e mani. Folni, ja është tash koha me folja kur. Unë jam Kadri Sufi, e kom 30 orë tupëm. Djallin rërdis Kadrien, djalli jam. Vllon edhe konatën, si kom gjetë hala, deli Sufi, thirët, edhe Rabia i Sufi. Qysh u zhduk rëshdia? Që ato që në ndanën këto, që qita që kja fanë të vja parë, që qita këto. Kur e ke pa për herë të fundit djali? Qatë natë që kom me 17 prill, që nga që të para sabohe, e kom qutë dekterin në ato sradë, që ato më një gruë, ma qeli rrugën, aja tha, hajde se s'ka kur gju, dhe që ato në fund e kom po, mos e kom po, dhe e kër e kom gjetë, dhe e kom po. Mas luftës, ku e keni lypë për me gjithë? Këna lypë bytë ka, mas këna thirë dekteri, s'kush me ronë kërkon të, dikush e kja ja, qatë e këna po më do tesha, ja tje, shkok qërë të lëmë të ato, s'mujtë me gjithë, s'mujtë me ronë kur dekteri, kër erëm, së në së dalë që gjetëm, me këfarë. A ma ishi të mbëtë që ajo është gjallë diku? Po, gjalli, po, ato 100% e kom gjithë. E kom vërtetu se edhe kom letën e njëptimit, e kom posë bëtash ma kanë humë në ato komunë, se me ta e kom gjithë. Edhe kom gjithë, se jak më unë teshat, edhe vëllohë me pa gjithë që tashe, me pas mujtë me gjithë, për tash me bu ku e gatë, se me tesha e këshan gjithë në vëllohë me pa gjithë në to. Për tash me bu 26 vjetë, jenë kallë teshat, jenë kallë ato, s'ka shumë. A i shë andër në herë? A i shë andër në herë? Po, shë ka herë, po. Qa të thujnë? Për shë vëllë, që i kja njëna, të jesat e ketë, ja këmë gjotë. Jo, për tash të tesat që janë kopë, se janë kopë, më pas konë, ma shpet, në tesat kënë gjotë, i më shku në rave, se janë shku ka mas, ku nishëm që qeshën do, tesat do ato, i më shku, po s'ko mujtë me gjithë. S'ko mujtë se në tesat unë e kënë gjotë. Vëllohën tamë. A djallin e këmë gjithë ato 100% se me duko mërë, me disë njëftimit. Se me pas, edhe me pas onaj, që arë me thonë dhe një, këthori që i konë, tha, me pas të rohë, tha, me pas në zonë. Sa këto e këshën bas i këshën vërohë, e këshën masakruë dhe e këshën morë porës, se ka pos porës në letën njëftim. Po kërë rohë, tha, 5 lotë, se e ka në vërohë, tha, e ka në morë, njëftë e kanë qurë, kanë vërosë në sot dalë. Se edhe këmë gjallë me letën njëftimit e këmë gjallë. Letën njëftimit ja këmë morë, 5 teshe ja këmë zirë, që kështë pas teshat. Sa vjeti ka pas djali? Ka pas bala që ato ka 21 vjeta 2 ka pas ato. E ka dash shkollën djali? Po ka dash, po ka kry shkollën, ka dash. Më nuk edhe balë këtë qepë më shku për që kemë një mu u të rrisë. Më me kanë ka 5 tesha, 500 por tesha e këna kepë u të rrisë.
Edhe kënë si kanë shenu, ato pëse ja, heshtë si kanë shenu. Qa që mi pru këtë esat, stufën. U duke me eru në shpinë ta me marë, te për shemë, se që ajo valla smuna mashtisë, kuzekta se bëshin shpenar shqiptarën me vetin, se me bo me gjithë policia, atë cukulla që i prejshëm, qa prejshëm gjithë natën, i stishëm kaftar, i kafshëm atë cukë patket. Ashen aj që i pruke, ja nga kërshëm natën të esat. Plaka kur të ka shku? Plaka? Po. Plaka vdek me në 2003 më ka dhe plaka. Unë mërzit ka e port për djallë mërzit. Aja, mune, për shemë dhune, jëmë qëtë njeri, si një dhe me po si gzim, gulshaj, më dole një latë edhe qfrina. Aja vëzikje në veti, balua për rrët dit, murë gjak, thruhe në Prishtinë dit, për një javë dit, shkaj. E ro gjakën truhe dit. Se 23 vjetë për bëhon që të ashti. 2003. Nusja e djallit, o dalë tani, ja? Po dalë, po, s'pas bje, ka me matë dullë. A e mërzit? A balloha e. Asa, u konë robë që i pasha zotën për që të kohë, konë shtirë me gjithë, u konë e bimë. Edhe ka pas thonë, më pas bish një qikë, kështë të shadarë për shturë, po me të ere, që me bërë. Edhe apet më martu, nuk ka thmi. E ka dek baba, edhe nona im shkue, me poa. Vallohe, mami që këm qata, së do që këm do të djemë që të ashtë. Se konë, për është miki dele edhe rëbë, kërës është miki asë rëbë, së më të më dalë. Mishë asë të se mishë, zorë me gjithë, edhe rëbë i konë. A të merë malli me po në herë rejnë, a të hek mallin e djallit? Po. Për po në këtë shpeshëm za të jetë, për që u mërzit shumë. U mërzit shumë fort. Aja mërzit, edhe na mërzit shumë. Për këna shku, kërë i ka dhek bolë, mas porje nëna, këna shku me djare, me reje, më shku. E me qikë, në dalë me full, ato, këna për të dhe stavojë, boto. Atë kështëm bështemerën, se jo me full, unë edhe me full, ka pa gubet, nuk duhet ma po për të modë, se këmë posë në arkesë modë shumë. Që ma shtë i s'keshtë me përcjell prindi e vlodin. Ta në shmjën e vlodë, që ashtu, më kanë mjetë pa martuë, që ashtu, tek një martuë, një dek me modë bobës. Bishë vëllohë, nuk paradlom edhe që ta shmija që të ati në kojshis. Për ta edhe kja nashta kënjeni për grupën Adamademit. Ta i ndonë mas të atyjën, ta një konë dhe u kanë vetë dëbina, sa i ka pos një 5-6 djemve, do të vete, do të vlasnive, këta i ndonë keqa nuk ka shonsë për më zbulua. Nuk ka shonsë. A peret që ki me gjetë në i ditë? Jo pres, po, moj me dhe i mjë dhe se puti. Deri kur? Besa që më gjallë. Moj, mjët, po, edhe më ka këput, edhe mjëti, po duhet me bo gajret, po duhet me bo sobër, po moj mjët që i gjojt, po moj mjët. A pret që në i ditë ki me marrë në i lajmë të mirë për vlaun edhe në grunë e ti? Po moj mjët, i mjët një se hupe. Jo. Ja, do vete pak gajret që për moj mjët në ashtaj gjojt, ma, që tashtë. Për moj, i mjët një se hupe, kër, moj mjët me gjithë. Shikues të nderuar, kemi ndjekur 2 rrëfime rënqethëse të familjarëve të personave të zhdukur në Kosovë. Në serinë tonë të dokumentimit, ne do vazhdojmë të gjirojmë intervistat e tilla në mbar vendin, në sënimin kryesor që kjo traumë dhe kjo fatkeqësi mos të mbetet e harruar. Nëse ju keni familjarë të zhdukur dhe ende nuk jeni ftuar nga ekipi ynë, ju ftoj që të na kontaktoni në numrin tonë të telefonit 22 4498 dhe të kërkoni nga ne që të vijmë bashkë me ekipin tonë dhe t'ju bëjmë pjesë të kësaj serie të dokumentarëve. Vazhdoni me na shoqëruaj në kallzo.com dhe deri në emisionin e radhës. Mirëmbëjtje.